Nëse ke Samsung, dëgjo me kujdes. Samsung ka ndërtuar brenda telefonit tënd 5 funksione që aktivizohen automatikisht. Mbledhin të dhënat e tua çdo ditë dhe ti nuk i ke aktivizuar vetë asnjërin. I kam testuar të gjitha në Samsung A26 me Android 16, me të fundit që ka tani, dhe sot do t'i shohim bashkë, një për një me rregullimin për secilën. Qëndroni deri në fund. Numër 1. Samsung ka një funksion që quhet Customization Service. Sa po krijon Samsung akont, aktivizohet automatikisht, pa të pyetur fare. Dhe çfarë merr? Vendodhjen tënde të saktë, historinë e plotë browserit, kontaktet, kalendarin, aplikacionet e instaluara, të gjitha çdo ditë dërgohen te Samsungu. Atëherë, do futemi në settings. Do ecim poshtë, do vemi te kjo General Management dhe Customization Service. Unë e kam bërë off të, kështu që po e bëj on prapë që të tregoj juve. Këto ishin të gjitha aktive. Unë i që aktivizova dhe do ecësh mbrapa, do e që aktivizosh dhe këtë. Dhe këtu del not in use. Por ka edhe diçka tjetër që shumica nuk e din. Ky settings rikthehet automatikisht pas çdo Samsung update. Kjo do të thotë që edhe nëse ke fikur pas update-it të ardhshëm, është aktiv përsëri. Kontrollo pas çdo update. Numër 2. Çdo aplikacion që ke instaluar ka akses në kamerë, mikrofonin dhe lokacionin tënd. Dhe shumica prej tyre nuk kanë asnjë arsye ta kenë. Lojrat që kërkojnë mikrofon, aplikacionet e thjeshta që din ku je. Kjo quhet permission manager dhe është e fshehur thellë në privacy settings. Shkojmë te settings. Ulemi poshtë, vemi te Security and Privacy, te kjo More Privacy Settings, dhe vemi te Permission Manager. Tu tani i shkojmë gjitha aplikacionet që kanë akses te kamera jote, unë i kam heq që të gjitha, gjithashtu dhe te lokacion. Shiko cilat kanë akses dhe hiq ato të dyshimtat. Do habiter sa aplikacione kanë akses te kamera jote. Hiq çdo aplikacion që nuk ka arsye reale të përdor kamerën tënde. E njëjta gjë për mikrofonin dhe lokacionin. Kjo është kontroll i vërtet mbi telefonin tënd. Numër 3. Dhe ky është ai për baterinë. Çdo aplikacion që ke instaluar, ato që nuk i hap kur, punojnë në background. Marrin të dhëna, dërgojnë njoftime, konsumojnë baterinë. Samsung e ka këtë aktiv by default, po jo në nivelin maksimal. Dhe kjo do të thotë që telefoni yt po punon për aplikacionet, jo për ty. Përsëri te settings, te battery, te kjo background usage limits, dhe këtë put on use apps to sleep do ta lësh aktiv. Aplikacioni nuk punon fare kur nuk e hap. Pas kësaj do shohësh ndryshim direkt në bateri. Nëse nuk beson, fike sot dhe më thuaj nesër në komente. Numër 4. Dhe ky është i rëndësishëm, veçanërisht nëse përdor Galaxy AI. Çdo gjë që bën me AI në Samsung, tekstet që shkruan, fotot që editon, kërkesat që bën by default do dërgohen në serverat e Samsung për të përmirësuar sistemin. Ti bësh pjesë e një eksperimenti të madh pa e ditur. Futemi në settings, te kjo Galaxy AI dhe te Advanced Intelligence, do aktivizojnë këtë proces data only on device. Me këtë aktiv, AI punon vetëm brenda telefonit tënd. Asgjë nuk shkon jashtë, asgjë nuk dërgohet te Samsung, telefoni yt të dhënat e tua. Numër 5. Dhe ky ndryshe nga të tjerat, nuk është diçka që Samsung fshen nga ti, është diçka që Samsung të ofron, por shumica nuk e din që ekziston. Quhet Secure Folder dhe është një hapësirë krejtësisht e ndarë brenda telefonit tënd. Foto, aplikacione, dokumente, mesazhe, gjithçka brenda Secure Folder hapet vetëm me Face ID ose PIN. Askush tjetër nuk mund të hyjë. Te settings, Security and Privacy, do vemi te kjo More Security Settings. Dhe ja ku e ke Secure Folder. Thjesht do ta aktivizoni, se unë tani nuk më del për çështje privatësie. Dhe pjesa më e mirë, mund ta fshehësh plotësisht nga lista e aplikacioneve. Dikush që mban telefonin tënd në dorë nuk di as që ekziston. Kjo është privatësi e vërtet. 5 gjëra që Samsung i fshinte nga ti. Dhe tani i di të gjitha. Nëse i ke bërë të gjitha rregullimet, shkruaj don në koment. Nëse ke shok me Samsung, dërgoja këtë video se Samsungu i tyre po bën të njëjtën gjë tani. Subscribe nëse nuk je ende, çdo javë tips si këto dhe video tjetër
Do bëjmë Samsung kundër iPhone. Cili të spionon më shumë? Shihemi atje.